Njerëzit, fermerët nga zona rreth e përqark mund vinë këtu dhe të na japin ato mendimet e tyre që, shiko ylli, unë mund ta mbill një parcel me kamomil, juve e doni, unë mund të bëj një parcel me nenegjik, juve mund të na i tërhiqni këtë si produkt, dhe unë ju kam thënë njerëzve kështu. Ta marrim një produkt, ju llogarisni shpenzimet dhe fitimin, ai është çmimi për mua. Mbi këtë dysheme, le të fillojnë hallkat e tjera. Pra, ka mundësi që fermeri ta gjej veten te këto produkte. Ose le të themi kështu, ka plot produkte të tjera. Le të marrim një për shembull, prasi. Vërtet ajo perimja është që e shitshme për gjellë se ka edhe fibra e kështu, por të mos harrojmë ato rrënjet e tij janë një ilaç për diabetin. Pra, ajo mund të grumbullohet dhe fermeri do të shtojë të ardhurat e veta. Ose janë këto gjethet e hurmës. Ai fruti i hurmës i ëmbël është i mrekullueshëm për njerëzit, por të mos harrojmë që me gjethet e hurmës ne ju bëjmë shumë mirë njerëzve që janë me diabet. Që do të thotë? Mund të pijmë neve, për shembull, mund të ham një ëmbëlsirë, mund të pijmë nga një gotë verë ose kështu, dhe nëse duam që organizmi jonë të marrim më pak sheqer dhe alkool, atëherë mund të pijmë një çaj me gjethet e hurmës. Atëherë, pse ti lëm këto gjethet të bien për tokë, kur fermeri edhe këtu në kavaj, mund t'i vjeli, të thahen mirë, të manipulojnë mirë dhe ju vjen në shërbim njerëzve që kanë diabetin ose vuajnë nga kjo sëmundja, jo vetëm e sheqerit, por edhe nga obeziteti i tepërt. Nëse kemi një fermer që do me të vërtet të kultivojë 5.000, 10.000 metra katror, mendër, nenegjik, mendra është nenegjiku. Borzilok, po. Borzilokun. Borzilok, farliri e të tjera. 10.000 metra katror, 15.000 neve i themi mbille, ti do t'i vësh çmimin dhe produkti është i shitur. Cilësia është në vend parë. Nuk vë unë çmim, e vë fermeri. Pra, kaq është çmimi i farës së zezë. Ka plot që thonë, shiko, fara e zezë nuk bëhet Shqipëri. Ata nuk e njohin Shqipërinë.